Përshëndetje të gjithëve. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë një lexim ndryshe, një temë për gjithë ju. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e vitit 2026, videot e muajit të shkurt, videot e javës, por dhe video me tema për dashurinë. Atëherë ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin e tyre në këtë kanal, të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Atëherë do shohim energjinë që do na vi dhe unë do marr një mesazh, dy mesazhe nga angjëjt, dhe për të filluar këtë lexim. Atëherë, mesazhi i parë ju thot: dëgjoni intuitën tuaj. Dëgjoni intuitën tuaj, jini të duruar, mendoni me kujdes për atë që dëshironi përpara se ju të veproni ose të merrni një vendim në lidhje me situata të ndryshme që ju mund të keni. Atëherë, nëse ju jeni në një njohje ose në një lidhje, atëherë dëgjoni brenda vetes tuaj, thjesht bëni durim dhe mendoni me kujdes për të marrë një vendim. Por kjo ka lidhje dhe në lidhje me punën, ose në lidhje me anën tuaj ekonomike, në lidhje me shtëpinë, me fëmijët, në lidhje me studimet të ndryshme që ju keni, por edhe me anën shëndetësore. Gjithsesi, ky është mesazhi i parë. Dhe shohim mesazhin e dytë se çfarë ju thot. Ju do keni ide dhe frymëzime të reja gjatë kësaj periudhe. Shikoni të vërtetat, ju shikni të vërtetat e një situate. Dhe kjo ka lidhje, në lidhje me dashurinë, thamë, nëse ju jeni në një njohje, dhe është momenti që ju të keni një ide tjetër në lidhje me këtë njohje ose lidhje që keni, thjesht duhet të shikoni të vërtetat dhe situatat ashtu si janë. Gjithsesi është një fillim i ri, por që do ketë ato vështirësitë e veta. Dhe marrim dy mesazhe të tjera dhe këtu ju shoh që ju jeni, ndoshta keni vrapuar duke bërë diçka në lidhje me dashurinë, keni dhënë shumë aty në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet, por ndërkohë ju shoh që ju keni përfituar shumë pak. Kjo ka lidhje dhe në lidhje me punën. Prandaj ju thot, dëgjoni brenda vetes tuaj, keni durim dhe mendoni me kujdes para se të merrni vendime, sepse ju shoh në një situatë që ju jepni në njohjet, lidhjet, marrëdhëniet te vendi punës, por dhe në lidhje me anën ekonomike, dhe rezultatet ose përfitimet tuaja kanë qenë shumë të vogla. Gjithsesi, ju do keni një fillim të ri, gjatë kësaj periudhe, por do keni dhe ide të reja. Dhe nuk thamë energjit, jemi te energjia e shenjës së Virgjëreshës, energjitë shenjave të ajrit, energjitë shenjave të tokës dhe të zjarit. Atëherë ju shoh gjithsesi energjitë nuk kanë shumë rëndësi. Shoh që ju dëshironi i vendosni qëllime vetes për të bërë një fillim të ri, duke lënë këto situata mbrapa. Dhe ju do keni një tablo më të gjerë, një pamje më të gjerë të situatave që ju mund të keni kaluar. Dhe kjo është arsyeja që ju i vendosni qëllime vetes. Kjo mund të ketë lidhje në lidhje me dashurinë, me një njohje që ju mund të keni. Ju do arrini të shikoni gjërat më qartë, thot. Dhe po të vëmre këtu, edhe mesazhi nga angjëjt ishte i tillë. Duhet të shikoni të vërtetat ashtu, ose të situatave ose në lidhje me personat ashtu siç janë, dhe ju t'i vendosni qëllime vetes. Dhe unë shoh që do t'i vendosni qëllime vetes në lidhje me persona, me situata të caktuara, në lidhje me njohje, lidhjet marrëdhëniet ose te vendi punës, në grupe njerëzish, në shoqërinë tuaj, por edhe në lidhje me situata të ndryshme. Dhe ju shoh që ju jeni shumë, do të regoni shumë të prerë, do jeni duke kërkuar gjërat që ju dëshironi.
Nëse ju dëshironi një dashuri, atëherë unë ju shoh që ju do t'i shikoni gjërat me qartë, do t'i vendosni qëllime vetes dhe do jeni duke kërkuar një dashuri për të hyrë në një njohje ose për të bërë jeni duke kërkuar një punë, jeni duke kërkuar të rrisni anën ekonomike. Një pjesë tjetër mund të jeni duke kërkuar diçka që ka lidhje me dokumentat, me shtetin, me ligjin, me situata të ndryshme. Ndërsa për pjesën tjetër shohim që ju mund të jeni duke kërkuar dhe një shtëpi, një pronë, një trashëgimi ose në lidhje me studimet tuaja. Mund të jeni në kërkim të gjërave, mund të jeni në sezon provimesh dhe jeni duke kërkuar gjatë gjithë kohës, duke humbur për të studiuar diçka më shumë dhe ju mund të kërkoni dhe një ndoshta rezultate më të mira në studimet tuaja. Kjo ka lidhje dhe në lidhje me anën shëndetësore. Ju mund të jeni duke kërkuar për të parë në lidhje me shëndetin tuaj, si do shkojnë gjërat, ose duke bërë një sër analizash. Dhe kemi kartën 0. Unë ju shikoj që ju do jeni duke menduar të bëni një fillim të ri. Në qoftë se nuk jeni në një njohje, atëherë shoh që ju jeni gati për ta bërë këtë fillim të ri, do ndjeni shumë entuziast. Shoh që keni një person besnik afër vetes tuaj që do t'ju mbështesi, ndërsa për pjesën tjetër, këtu kemi dhe energjinë e ujorit, kemi energjinë e denit, por gjithsesi u shoh kemi dhe energji toke, sepse kemi monedat, kemi energjinë e shenjës diellit, që është shenja e luanit. Gjithsesi, unë ju shoh që do bëni fillime të reja. Në qoftë se ju nuk keni një njohje të re, atëherë ju jeni gati për ta bërë këtë. Për pjesën tjetër, mund të çoni njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet që keni para. Ndërsa për një pjesë tjetër ju mund të jeni duke menduar të riskoni të bëni një fillim të ri, një biznes, një punë të re, një aktivitet të ri, ose një bashkëpunim, një partneritet, një biznes, varet se çfarë ju dëshironi të bëni, por unë shoh që ndjeni shumë entuziast në lidhje me këto fillime të reja që ju dëshironi të bëni. Dhe shohim si do shkojnë këto fillime të reja në lidhje me ju. Në qoftë se është fillimi një dashurie të re ose një fillim që ju dëshironi ta bëni. Ju shoh shumë konfuz. Kemi energjitë shenjave të ajrit, kemi energjinë e shenjës së ujorit. Gjithsesi unë ju shoh shumë konfuz. Ju dëshironi të bëni një njohje të re, por sikur doni të mbroni veten tuaj. Sigur keni çuar mure të larta aty, keni ndërtuar mure të larta para vetes për mos afruar njëri te ju. Dhe ju shoh në dilema, keni mbyllur syt, nuk dëshironi të shikoni, edhe pse jeni gati për ta bërë këtë fillim të ri, ju përsëri ndiheni konfuz në realizimin e diçkaje. Kjo mund të ketë lidhje me njohjet, me dashurinë, mund të ketë lidhje me një bashkëjetesë, me një martesë, me fëmijët tuaj për pjesën tjetër. Ka lidhje me dokumenta të ndryshme që ju keni, me shtetin, ose edhe me studimet, por dhe me anën shëndetësore. Më thënë, ju nuk jepni zgjidhje një situate, ju dëshironi të realizoni diçka, por sikur jeni bllokuar, e keni bllokuar veten sepse ju keni ndërtuar mure para vetes tuaj. Dhe kjo ka lidhje me një fillim të ri, sepse kemi hënën e re këtu. Dhe unë shoh që jeni në energjinë e shenjës së denit këtu. Kjo mund të filloj edhe në maj, që ju dëshironi të bëni një fillim të ri, ose në fund të prillit ose në fillim të majit, por është një moment që ju do ndiheni konfuz gjatë majit. Dhe ju shoh që ju dëshironi të realizoni diçka ose të harrini diçka dhe do të harrini më tepër në sezonin e ujorit. Gjithsesi do shohim çfarë ju, sepse këtu jeni që duhet të dëgjoni brenda vetes, duhet të bëni durim, të mendoni se çfarë ju dëshironi para se të merrni vendime, sepse ju shoh që keni qenë gjithmonë
duke rendur mbas personave, njofjeve që keni, lidhjeve, marrëdhënieve tuaja, ose ju mund të keni qenë shumë duke vrapuar mbas punës tuaj, mbas personave tuaj të dashur, ose në rastin tjetër mbas anës ekonomike, mbas anës materiale, dhe kjo ka lidhje më shumë me anën materiale. Dhe do shohim se çfarë na sjell kjo energji, çfarë ju duhet të dëgjoni intuitën tuaj në lidhje me sa ju jepni të tjerët dhe sa merrni, sepse shoh që jepni shumë, por merrni shumë pak. Ndoshta ju mund të jeni dhe shumë kokfort në lidhje me anën tuaj financiare dhe jeni duke rendur çdo ditë mbas anës tuaj financiare. Dhe unë shoh që kemi rrotën e fatit këtu. Kemi 4 energji këtu, energjia e shenjës së demit, shenja e akrepit, shenja e luanit dhe shenja e virgjëreshës. Ju shoh që fati do t'ju ndihmoj për të marrë një vendim. Dhe kemi dhe kartën e vendimit, ku kemi energjitë shenjave të ajrit, por kemi dhe karocën, që është energjia e shenjës së gafores. Gjithsesi, ju shoh që fati do t'ju ndihmoj për të çuar një njohje para, ose ju të merrni meritat që meritoni, në lidhje me sa ju keni dhënë te një person, sa keni dhënë te puna juaj, sa keni investuar aty, atëherë ka ardhur momenti i shpërblimit, sepse shoh që fati ju ndihmon që t'i çoni gjërat para. Ndërkohë, ju do merrni vendime të rëndësishme, dhe po të vëmë re, dhe te mesazhi nga angjit thotë, bëni durim para se të merrni një vendim. Ndoshta ju ndiheni të pakënaqur, të pavlerësuar, sepse ju keni dhënë shumë dhe keni marrë pak, por fati ju ndihmon që ju të merrni një vendim të drejtë dhe të rëndësishëm për veten tuaj. Këtu bëhet fjalë edhe për persona që mund të keni një distancim emocional. Në dashuri flasim, mund të jetë një person që ju jeni shkëputur, ose mund të jetë edhe një person që ju ndoshta e keni në distancë. Por shoh që do merrni një vendim të drejtë për veten tuaj dhe do të jepni drejtim kësaj situate. Por është një vendim shumë i rëndësishëm. Kjo ka lidhje edhe me pjesën e dokumentave, mund të ketë lidhje me studimet, se jemi te energjia e shenjave të ajrit, ka lidhje me shëndetin tuaj, ku ju merrni vendime të rëndësishme, dhe doja ta theksoja pjesën e shëndetit, se dikush më kishte bërë një pyetje, duam të flasësh për shëndetin tonë. Atëherë, te taroti ka këshilla për shëndetin, por nuk mund të përcaktoj një sëmundje ose diçka tjetër. Kjo është fusha e mjekësisë dhe unë nuk dua të përzihem me këtë pjesë. Atëherë, shoh që ju do merrni vendime të rëndësishme, dhe çfarë vendimesh do merrni? Ja ta shohim. Dhe kartat bien vetë. Atëherë kemi kartën e vdekjes, ju jepni fund diçkaje. Ju mbyllni, merrni vendim për të mbyllur diçka. Mund të mbyllni një njohje, një lidhje, një marrëdhënie, ose në rastin tjetër ju mund të mbyllni një punë. Ju dëshironi të lini mbrapa vështirësitë, dhe shoh që ju presin surpriza pafund me mbylljen e situatave. Mund të keni dhe situata, janë situata me partnerin, me partneren tuaj, ose në familje, me fëmijët tuaj, me punën tuaj për një pjesë tjetër, por dhe nga ana ekonomike, ose në situata dhe çështje që kanë lidhje edhe me dokumentat ose me studimet tuaja, me gjithçka. E rëndësishme është që ju pësoni një transformim shpirtëror, ndoshta ju do ta zbuloni këtë brenda vetes tuaj që ju jeni gati për t'i dhënë fund diçkaje, dhe për të bërë në momentin që të jepni fund, të mbyllni diçka, aty do vinë ndryshime të mëdha në jetën tuaj, por ndërkohë shoh që do keni dhe surpriza pafund. Mund të jetë një surprizë në dashuri, një person të vi drejt jush, mund të jetë një punë e re, ose jeta juaj të ndryshoj në themel, në lidhje me gjithçka,
sepse shoh vendime të rëndësishme dhe fati ju ndihmon në këto ndryshime të mëdha që ju dëshironi të bëni. Dhe vim të energjia këtu, ku ju do keni ide të reja, do shikoni të vërtetën dhe situatat ashtu siç janë, do keni një fillim dhe ky fillim mund të ketë vështirësitë e veta. Por gjithsesi ju do të shihni gjërat më qartë. Do keni një tablo më të gjerë të situatave, të personave, të situatave, një tablo më të qartë ekonomike, në lidhje me kontratat, me partneritetet, dhe ju i vendosni qëllime vetes për të kërkuar diçka tjetër. Dhe ju shoh që jeni të gatshëm për ta bërë këtë. Dhe shohim se çfarë na sjell kjo energji. Atëherë ju mbyllni një cikël të vështirë. Ndoshta keni qenë në situata ku ju i shikoni gjërat më qartë, i vendosni qëllime vetes dhe ju jeni duke kërkuar të mbyllni këtë cikël të vështirë. Mund të jetë, dhe këtu kemi 4 energji përsëri, është energjia e shenjës së Demit, Akrepit, Virgjëreshës, Luanit. Ju shoh që ju do mbyllni një cikël të vështirë dhe do kërkoni diçka tjetër, diçka të re. Mund të jetë një njohje e re. Ose ju do mbyllni situata dhe çështje që ju kanë vështirësuar në jetën tuaj, dhe unë këtu shoh fillime të reja. Është fillimi një dashurie të re, sepse unë shoh që ju jeni duke e kërkuar, edhe pse do keni vështirësitë e veta, ju do harrini të vendosni qëllime vetes për ta bërë këtë fillim të ri. Për pjesën tjetër mund të mbyllni një punë ose një projekt, një bashkëpunim, vështirësi që keni pasur në punën tuaj, në shtëpi, në familje, por dhe në situata të ndryshme, në lidhje me dokumentat, në lidhje me shtetin, me ligjin, ose për pjesën tjetër në lidhje me studimet e veta. Ndoshta ju mbyllni, keni një prodhim ose diçka tjetër, e mbyllni, do ndjeni më të lehtësuar dhe unë shoh që do vi një periudhë më e mirë për ju, sepse kjo tregon dhe ndryshime të mëdha në jetën tuaj, por ndryshimet do vinë gjithmonë për mirë. Dhe ja të shohim çfarë cikli i ri do filloj për ju. Dhe jemi te energjia e shenjave të ujit. Shoh që ju do mbyllni një cikël të vështirë, filloni një cikël të ri, dhe kjo gjë sikur do t'ju lehtësoj. Do keni një çlirim shpirtëror, do ndjeni më të qetë me veten tuaj. Ndërkohë do keni lajme të mira në lidhje me këtë fillim. Mund të jetë një dashuri e re. Mund të jetë një lajm në lidhje me punën. Ju mbyllni një projekt dhe merrni një lajm të ri për të filluar një punë ose një projekt ose një bashkëpunim tjetër. Ndërsa për një pjesë tjetër mund të jenë situata dhe çështje të ndryshme që ju mund të keni pasur në jetën tuaj, por që kanë qenë të vështira. Dhe shoh që ju do harrini të çliroheni, do keni lajme të mira, dhe për ju do fillojë një cikël i ri ku do t'ju sjelli vetëm të mira, sepse ky cikël që mbyllni ka qenë një cikël i vështirë. Dhe këtë mund ta merrni në të gjitha llojet e situatave. Dhe marrim, shohim çfarë ndryshime, sepse e kemi në 2 letra këtë, çfarë ndryshimesh do keni ju. Dhe çfarë surprizash do keni, sepse jemi te karta e vdekjes, që ka planet Plutonin, ku tregon mbyllje, tregon surpriza. Atëherë, ju shoh që ju keni ngecur në mendime, jemi te energjia e shenjave të ajrit. Ju mendoni, dëshironi të mbyllni diçka, por jeni duke menduar se është e vështirë për ta mbyllur, ose në rastin tjetër ju mendoni që një person nuk vjen drejt jush, mund të mendoni një punë, një partneritet, një bashkëpunim nuk do eci, nuk do shkojë ashtu si ju dëshironi. Edhe pse këto ndryshime unë i shoh që janë të detyruara tek ju. Thjesht këto mendime janë tuaja, sepse rruga është e hapur në lidhje me çfarë do lloj situate.
Kjo ka lidhje më së tepër me dokumenta të ndryshme që keni, në lidhje me ligjin, për gjithë ata që mund të kenë, me shtetin, me studimet, me pjesën e shëndetit. Por unë shoh që vjen një ndryshim i madh për mirë te ju. Thjesht mos e bllokoni veten tuaj duke menduar negativisht në lidhje me ndryshimet, ose ju nuk harrini dot t'i pranoni këto ndryshime. Dhe ju shoh përsëri ndiheni sikur keni dhënë shumë, keni marrë pak, jeni po te e njëjta energji këtu te pjesa këtu. Dhe këtu më lart ju shoh që jeni të pakënaqur, fati ju ndihmon që ju t'i ndryshoni gjërat, të merrni një vendim, të lini mbrapa vështirësitë, por ju përsëri ngeceni në mendime negative, mendoni që gjërat keni frikë ndoshta në lidhje me ndryshimet që do vinë. Dhe kjo gjë ju bën pak të pakënaqur, do ndiheni sikur aty ju jepni gjithmonë shumë dhe merrni pak. Në rastin tjetër kjo ka lidhje dhe në lidhje me idetë që do keni. Ju ndoshta keni arritur në një farë standardi dhe tani mendoni që duhet bëni diçka tjetër. Ndoshta për të bërë diçka duke pasur ide në lidhje me dokumentat, një mendim dhe një ide tjetër, në lidhje me shëndetin tuaj, ose në lidhje me çështje gjyqësore, në lidhje me shtetin, me dokumenta të ndryshme, unë ju shoh që është një periudhë, ju mund mendoni, unë kam bërë këtë, kam bërë dhe këtë, por gjërat akoma nuk kanë përfunduar ose nuk kanë shkuar ashtu si duhet. Jo, rruga është e hapur, thjesht dilni nga mendimet, pavarësisht se sa ju mund të keni bërë dhe pagesa të ndryshme, mund të keni bërë pagesa për dokumenta, dhe kjo gjë ju lë të pakënaqur, mendoni që s'po bëhet gjë. Mund të jetë në lidhje me një çështje ose situatë që ka lidhje me shtetin, në lidhje me çështje ligjore. Për pjesën tjetër mund të ketë lidhje me studimet tuaja, ose edhe në lidhje me shëndetin. Ju mund të thoni që ne kemi shpensuar, kemi marrë ilaçe, por nuk kemi pas përmirësimin e duhur, por unë shoh që do fillojnë t'ju lindin ide se çfarë ju mund të bëni tjetër. Dhe vim këtu te karta e botës, ku ju mbyllni përsëri një cikël të vështirë, dhe fillon një cikël i ri i lumtur për ju. Dhe ja të shohim çfarë na sjell ky cikël. Edhe pse shoh një çlirim shpirtëror, shoh lajme të mira në lidhje me ju. Atëherë jemi te energjia e shenjave të ajrit dhe të ujit. Ju shoh që ju jeni nuk e di, por keni nevojë për një pushim. Ju mbyllni një cikël të vështirë, shoh që keni kaluar vështirësi dhe mbasi të filloni këtë cikël të ri, ju keni nevojë për një pushim. Ndoshta jeni duke mbledhur ato copsat e jetës tuaj që ndoshta gjëra që ju keni kaluar stres, tension, sepse ju shoh në një gjendje psikologjike pak të rënduar. Dhe ju jeni duke menduar të qetësoni veten, sepse po të vëmë re këtu faktikisht edhe këtu ju harrini të dalloni ose të shikoni një tablo të gjerë të gjërave, të shikoni situatat ashtu siç janë. Sepse dhe mesazhi i ëngjëjve këtë ju thot, shikoni të vërtetat dhe situatat ashtu siç janë, ju thot. Do jetë një fillim i ri, pak i vështirë, por ju do t'i vendosni qëllime vetes dhe për këtë arsye keni nevojë të qetësoheni, të bëni një pushim. Ndoshta do jeni duke menduar dhe gjitha këto pjesë të jetës tuaj në lidhje me dashurinë që mund të keni, me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet, në lidhje me dokumenta të ndryshme, në lidhje me shtëpinë, me fëmijët, në lidhje me shëndetin tuaj, se varet, jo të gjithë kanë të njëjtat situata. Ju mund t'i merrni situatat si i keni. Dhe ju shoh pak të trishtuar, jemi te energjia e shenjës së gafores këtu. Bini pak të trishtuar, ndoshta ju mund t'jeni përqendruar dhe te këto gjëra, te këto situata të vështira që keni kaluar. Por këtu vjen një dorë nga universi dhe ju thot, urdhro, ja ku e keni kupën, ja ku e keni një person që ju doni, ja ku e keni
një fillim të ri që ju dëshironi ta bëni, këtë cikël të ri, ose në rastin tjetër në lidhje me një punë, me një ofertë pune, një ofertë ekonomike, në lidhje me dokumentat, një ofertë që do t'ju vi, që do t'ju japi avantazh në lidhje me dokumentat, ose dhe me çështje situata që kanë lidhje me ligjin, që kanë lidhje me studimet, por dhe me shëndetin. Thjesht mos u përqendroni në këtë lloj trishtimi, sepse vërtet keni nevojë për një pushim, por kjo nuk do të thotë që ju të trishtoheni më shumë, por do të thotë që ju të merrni një qetësi të plot psikologjike për t'i parë gjërat më qartë dhe të dilni nga kjo situatë duke parë mundësitë dhe ofertat që do t'ju vinë. Unë do shoh këtë pjesën këtu ku ju doni të bëni fillime të reja, ndjeni konfuz, doni të realizoni diçka, mund të jetë një dashuri, ju doni të realizoni, por nuk jepni zgjidhje. Edhe pse unë shoh që realizimi është aty. Mund të ketë lidhje me internetin për një pjesë prej jush, mund të ketë lidhje me teknologjinë për pjesën tjetër. Thjesht hapni syt, shikojini gjërat qartë, hidhni hapa, mos vendosni se ndoshta nuk gjej dhe fjalët, mos vendosni blokazh në rrugën tuaj, por hapni, duhet jeni më të lirë, sepse jemi te energjia ujorit këtu. Duhet jeni më të lirë për të bërë ato zgjedhjet tuaja dhe fillimet që ju dëshironi. Nëse doni të bëni një fillim të ri, atëherë hapini syt, shihni gjërat qartë, sepse realizimin e keni aty. Në qoftë se dëshironi të filloni një biznes të ri, mos e mbyllni veten, mos i mbyllni syt. Hapni syt dhe shihni gjërat, jepini zgjidhje sepse ju e keni të realizuar dhe këtë. Për pjesën tjetër ka lidhje me dokumentat tanë, me situata të ndryshme, me studimet, ose edhe në lidhje me shëndetin tuaj. Ja të shohim, marrim edhe 2 letra këtu. Unë ju shoh që ju, ndoshta dikush mund t'ju ndihmoj. Është një person dashamirës, jemi te energji e shenjave të ujit, të zjarit. Një person dashamirës që ndoshta mund të jetë dhe një person i njohur që mund t'ju mbështesi në realizimin e diçkaje. Në lidhje me dashurinë, ju shoh që diku do shkoni dhe aty do njihni një person. Mund t'jeni në një bar, mund t'jeni duke dalë për të pirë një gotë, ose diku tjetër, dhe unë shoh që aty do lindi një romancë e papritur me ju. Ndoshta ju do takoni një person, do ndiheni shumë mirë me njëri tjetrin, por mund të jetë dhe një romancë e momentit në një rast. Në rastin tjetër mund të jetë që ju edhe të dashuroheni me këtë person. Shoh që mund të jeni në udhëtime, mund të jeni duke njohur një person në një udhëtim. Në rastin tjetër mund të jeni duke shkuar me personin që keni në jetën tuaj, diku në një vend me ujë, ose duke shkuar, duke bërë pushime një fundjavë, dhe ju shoh shumë të dashuruar, por dhe momente romantike që do ketë te ju. Dhe marrim dhe një mesazh dhe një kartë tjetër. Atëherë, unë ju shoh që ju do jeni duke menduar seriozisht për këtë person, do filloni ta uisni këtë dashuri, ta ushqeni, por ndërkohë ju shoh edhe në udhëtime, mund të keni udhëtime të shkurtra ose të gjata, por mund të jetë dhe një person që është nga një distancë e largët. Ose ju do shkoni në një udhëtim dhe keni një romancë me këtë person, ose mund të keni një njohje me këtë person që do kaloni momente shumë romantike me njëri tjetrin. Atëherë, unë do marrë dhe një mesazh tjetër nga angjëjt në lidhje me dashurinë del shumë mirë. Ju do arrini të keni njohje të reja, udhëtime, persona që mund të njihni në këto udhëtime, por mund të jenë persona në distancë që ju i keni, që jeni në njohje ose në lidhje. Dhe ju thot përsëri që ju kemi kartën e gjykimit. Karta e gjykimit ju thot, shikojni gjërat shikojni gjërat nga të dy anët, thot. Në qoftë se ju futeni në njohje me një person, atëherë shikoni edhe anën tuaj, shikoni edhe anën e personit tjetër. Diçka duhet të ndaloj, thot. Në qoftë se ju jeni në dilema ose keni dyshime në lidhje me njohjet, lidhjet, marrëdhëniet tuaja.
në lidhje me një, sepse shoh edhe këtu që jeni konfuz në lidhje me një fillim të ri, edhe pse ndjeni entuziast për ta bërë. Ose në lidhje me një punë, me një biznes, ose edhe me situata çështje të ndryshme. Kjo thotë që është e rëndësishme që ju të jeni vetja juaj. Atëherë, kjo ishte për të gjithë ju. Ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, doni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë ju ftoj edhe një herë të ndiqni edhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit shkurt, videot sepse përfshihet e gjithë muaji, videot e javës, videot me tema për dashurinë, por dhe video të ndryshme në këtë kanal. Ju uroj dëgjim të këndshëm të kësaj videoje dhe një mbasdite sa më të këndshme.